Në shenjë nderimi për Papa Franceskun, sot është ditë zije kombëtare në Shqipëri dhe sipas vendimit të marrë nga qeveria të njëjtën, në të gjitha institucionet flamujt ulen në gjysmështiz. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 4 të ligjit numër 8926, datë 22/7/2002, për formën dhe për masat e flamurit kombëtar, për mbajtjen e himnit kombëtar, formën dhe për masat e stemës së Republikës të Shqipërisë dhe mënyrën e përdorimit të tyre të ndryshuar me propozimin e kryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi shpalljen ditëzie kombëtare ditën e shtunë, datë 26/4/2025, në shenjë dhimbjeje e respekti e mirënjohje për atin e shenjtë Papa Francesku, i cili ndoroi jetë pas një sëmundjeje. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike të ulet flamuri kombëtar në gjysmështiz. Bashkia e Lushnjë ka ulur flamurit në gjysmështiz dhe ka ndërprerë të gjitha aktivitetet e planifikuara për sot. Gjithashtu edhe fushata elektorale ka ndaluar sot në rrethin e Lushnjës, pasi në nderim të Papa Franceskut, Partia Socialiste ka vendosur të ndërpresë takimet elektorale të planifikuara gjatë ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama nuk do të vijë këtë të shtunë në qarkun e Fierit siç e kishte planifikuar. Kurse kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të vazhdojë takimet e tij elektorale, por në nisje të çdo takimi do të mbahet 1 minutë heshtje dhe nuk do të ketë muzikë.